Në ceremoninë solemne që u mbaj në teatrin Nandon Zako Çajupi në qytetin e Korçës me rastin e 81 vjetorit të çlirimit të vendit, pjesëmarrësit kanë qenë autoritetet vendore, veteranë qytetarë të tjerë. Në fjalën e rastit, autoritetet vënë theksin te rëndësia e kësaj dite duke nderuar veprën e të rënëve për atë dhe veteranëve të luftës. Dy datat më të shenjta të historisë të kombit shqiptar, 28 dhe 29 nëndorin, ditë të cilat përfaqësojnë kulmet e historisë sonë. Ditë që mbartin shpirtin, sakrificën dhe krenarinë e një populli që ka ditur gjithmonë të mbrojë lirinë dhe identitetin e tij. 29 nëndori, dita e çlirimit, është dita kur Shqipëria u çlirua nga pushtimi nazifashist dhe kur sakrifica e mira e luftëtarëve tanë u kurorëzua me triumfin e lirisë. 29 nëntori i vitit 1944 është një nga datat që ka formësuar identitetin modern të Shqipërisë. Kjo datë nderon sakrificën e mira djemve e vajzave që lanë gjithçka pas për të japur rrugë një të ardhme më të mirë për brezat që do të vinin. Korça dhe e gjithë treva e saj zë një vend shumë të spikatur në kontributi që ka dhënë në historinë kombëtare. Patriot të guximshëm edhe të mençur, figura të spikatura kanë lënë me veprën e tyre përjetësisht shembullin e përkushtimit ndaj adeut. Kjo ditë rikthen në vëmendje rëndësinë e kujtesës historike dhe sakrificën e atyre që dhanë jetën për çlirimin e Shqipërisë. Aktiviteti u shoqërua dhe me një koncert festiv me këngë patriotike partizane nga Kori Lira.